Dita e djeshme nuk ishte thjesht një tjetër datë në kalendar për skenën shqiptare, ishte dita kur Leonora Jakupi festoi 47 vjetorin e saj, dhe rrjeti u mbush me urime, emocione dhe spekulime romantike. Këngëtarja, e cila prej dekadash mban statusin e një prej zërave më të fuqishëm dhe më autentik të muzikës shqiptare, zgjodhi ta shënojë këtë moment në mënyrë të thjeshtë, por plot simbolik. Mes qindra mesazheve nga fansat, kolegët dhe miqtë e saj, një detaj mori gjithë vëmendjen, një buqet gjigante me trëndafila të kuq. Burime pranë saj tregojnë se dhurata erdhi në një moment mjaft intim të festimit, duke e bërë atmosferën edhe më emocionale. Trëndafilat e kuq, simbol i dashurisë dhe pasionit, ndezën menjëherë kurreshtjen e publikut. Kush qëndron pas këtij gjesti romantik? Në fotografitë e publikuara, Leonora shfaqet me një buzëqeshje të plotë, elegante dhe rrezatuese si gjithmonë. Fytyra e saj reflektonte qetësi dhe lumturi, një kombinim që rrallëherë fshihet. Fansat nuk vonuan me komente, rrezaton më shumë se kurrë, mbretëresha e skenës, dashuria të shkon. Natyrisht, vëmendja u zhvendos menjëherë tek partneri i saj. Edhe pse ajo ka qenë gjithmonë diskrete për jetën private, gjesti romantik ka shtuar zërat se pas buqetës qëndron pikërisht ai. Nëse është e vërtet, atëherë kemi të bëjmë me një surprizë të menduar mirë, një deklaratë pa fjalë, por me shumë domethënie. Për te romantikës së momentit, kjo ditëlindje shënon edhe një tjetër kapitull në karrierën e saj të gjatë dhe të konsoliduar. Me një repertor të pasur, performanca të paharrueshme dhe një lidhje të fortë me publikun, Leonora mbetet një figurë dominante në industrinë muzikore. Në moshën 47 vjeçare, ajo jo vetëm që ruan elegancën dhe freskinë artistike, por vazhdon të jetë referencë për brezat e rinj. Çdo paraqitje e saj kthehet në lajm, çdo projekt në pritje. Një gjë është e sigurt, kjo ditëlindje nuk ishte vetëm një festë personale, ishte një rikujtim se pse Leonora Jakupi vazhdon.